Dasma Shqiptare 2017 prezanton jeta ndonjëherë të vendos në disa situata që as në ëndrat e tua më të largëta nuk I kishe imagjinuar. Kur u martova kisha shumë plane. Mendoja se do të kisha një familje të qetë, një shtëpi timen dhe një burr që do të ishte çdo ditë aty. Por gjërat nuk shkuan ashtu. Pas martesës, burri im mori rrugën e Gërbetit dhe iku në Gjermani për të punuar. Më tha se ishte thjesht për pak kohë, sa të bënim ca para për të rregulluar shtëpinë. Unë prita muajin e parë, prita vitin e parë dhe pa e kuptuar, u bën plot 5 vite që ai nuk kthehej në shtëpi. Çdo herë kishte një justifikim të ri. Letrat, puna, kontrata dhe fliste me mua vetëm në telefon. Dërgonte para për shpenzimet, por unë mbeta plotësisht e vetme. Për një grua të re, të kaloj vitet më të mira të jetës, duke pritur para një telefoni, është një lodhje e madhe shpirtërore. Ne e kishim shtëpinë të madhe. Unë jetoja në të njëjtin obor me kunatin tim, vëllaun e burrit. Ai ishte I martuar, kishin anën e tyre të shtëpisë, e ndërsa unë kisha timen. Ishim të ndarë, por oborrin e kishim të përbashkët. Ai ishte një burr shumë punëtor. Punonte nga mëngjesi deri në darkë për të mbajtur familjen. Por fati I tij në martesë ishte ndoshta më I keq se imi. Jeta e tij bashkëshortore ishte një stres I përditshëm. Ai nuk kalonte fare mirë me gruan e vet. Ajo, kunata ime, ishte një natyrë e vështirë. Ankohej për gjithçka dhe nuk ishte kurrë e kënaqur. Fjaloseshin pothuajse çdo ditë. Zërat e tyre, kur bënin sherr, dëgjoheshin shpesh deri në dhomën time. Ai mundohej ta mbante qetësinë, por ajo nuk pushonte. Kjo situatë kishte krijuar një rutinë shumë të çuditshme në shtëpinë tonë. E sa herë që ata bënin ndonjë fjalosje më të madhe se zakonisht, gruaja e tij bëhej nervoze, mblidhte rrobat e saj në një çantë dhe ikte tek prindërit e vet. Ajo kishte bërë zakon këtë gjë. Ikte dhe nuk kthehej aty për 4-5 ditë. E gjatë atyre diteve, ai mbetej plotësisht vetëm në pjesën e tij të shtëpisë. Në ato ditë, kur ajo nuk ishte, unë e shihja që ai vinte nga puna I lodhur dhe e gjente shtëpinë bosh. Nuk kishte asnjë njeri t'i jepte asnjë gotuj, as t'i lante rrobat e punës, as t'i bënte ndonjë pjatë gjellë. Unë kisha shumë kohë të lirë, e pasi mbaroja punët e mia, nuk e kisha problem të kujdesesha edhe për të. Fillova t'i gatuaja darkën, I rregulloja shtëpinë që kur të kthehej në mbrëmje, ta gjente ambientin të pastër. Ai ishte vëllau I burrit tim dhe unë e kisha për detyrë ta respektoja, sidomos kur shihja se si e po e trajtonte gruaja e tij. Por ndërsa koha kalonte, ky kujdes kaloi nga respekti familjar
në diçka tjetër. E kur vinin ato ditët që gruaja ati ikte, ne filluam të kalonim më shumë kohë së bashku. Pinim kafen e pasdites në oborr. Gjatë atyre bisedave, ai filloi të më shihte me shumë vëmendje. Një pasdite, ajo sapo kishte ikur pas një sherri në mëngjes. Ajo kthyen nga puna dhe unë i kisha shtruar tryezën e vogël në oborr. Ti je vërtet e jashtëzakonshme, më tha ai, teksa merrte filxhanin e kafes. Gruaja ime nuk më ka pritur kur kështu, ndërsa ti, që as nuk e ke detyrim, kujdesesh për mua. Nuk e di çfarë do të bëja pa ty në këto ditë, më tha ai. Unë qesha pak dhe i thash që nuk ishte asgjë e madhe. Thjesht nuk doja ta lija pa ngren. Nuk është vetëm tek ushqimi, është tek mënyra se si e mban këtë shtëpi. Vëllau im është vërtet i çmendur. Ka mjaft punë këtu dhe s'ka patur nevojë të ikte. Si mund të lërë një grua si ty, kaq të bukur dhe të kujdesshme, të rije vetme për 5 vite me radhë. Unë nuk do ta kisha bërë kurrë këtë gabim, më tha ai. Fjalët e tij më bën të ndjehesha mirë. Me të vërtet që kisha vite që nuk dëgjoja fjalë të tilla, e më bën të kuptoja që me të vërtet isha një grua me vlera. Po edhe ti mos u anko shumë, i thash unë duke e ngacmuar. Nuk dukesh keq, po ja që ju vëllezrit nuk keni ditur të bëni zgjedhjet e duhura në jetë. I thash unë, e nga jo ditë, ngacmimet mes nesh u bën të përditshme sa herë që mbeteshim vetëm. Kur ajo ikte, shtëpia merrte një gjallëri tjetër. Ne filluam t'i kushtonim rëndësi fjalëve tona dhe pamjes son. E një mëngjes, ai po bëhej gati të dilte në punë, ndërsa unë po rregulloja lulet e oborrit. Sot je veshur shumë bukur, më tha ai nga larg. Të rri shumë mirë kjo ngjyrë. Kujdes, se po me bën të mos shkoj fare në punë sot, më tha ai. E lash punën që po bëja, e ju ofrova pak duke i thënë: nëse të pëlqen kaq shumë, rri. Punës nuk i vjen fundi kurrë, por kafes që bëj unë mund t'i vi, i thash atij. Ai buzëqesh i lehtë dhe më tha: me ty po më rrezikohet shumë qetësia. Por ama, është rreziku më i bukur që kam pasur ndonjëherë, tha ai. Këto flirte mbushën jetën time me një energji të re. Për herë të parë pas shumë vitesh, nuk e kisha mendjen tek telefoni për të pritur thirrjen nga Gjermania. E kisha mendjen tek momenti kur ai do të kthehej nga puna. Çdo herë që gruaja e tij bën të shërë dhe ikte tek prindërit, brenda meje ndjeja një gëzim të fshehtë. E dija që ato 4-5 ditë apo një javë do të ishin tonat. Dëshira për të qenë bashk po rritej, por askush nuk guxonte të bënte lëvizjen e fundit. E dinim që jetonim në një vend ku çdo gjë shihet e dëgjohet. Prandaj i mbanim këto flirte vetëm me fjalë, derisa erdhi dita që i ndryshoi të gjitha. Ishte një ditë vere, ku nata ime, përsëri që mos t'ju zgjas, kishte bërë një fjalosje shumë të rëndë që në mëngjes. Mblodhi çantat me shumë nxitim, përplasi derën me forcë dhe u nis drejt prindërve të saj. Ai doli nga shtëpia shumë i rënduar nga fjalët e saja.
nuk shkoj fare në punat e ditë, e qëndroj në shtëpi. Rreth orës 4 të pasdites, unë dola në mes të oborrit për të mbledhur disa rroba që kishin mbetur aty nga dita e parë. E oborri që kishim ishte i madh, e i shtruar me kaldrem dhe përreth nuk ishte asgjë tjetër. E në atë moment, ai doli nga dera e tij dhe eci drejt meje. Erdhi fiks aty në mes të oborrit, ku unë po qëndroja në këmbë me disa gjëra në dorë, e ai nuk foli asgjë, por u ndal përballë meje. Shtëpitë e tjera ishin afër, muret ishin të ulta, por në atë sekond nuk na bëri përshtypje asgjë. Unë e pash në fytyrë dhe ai më ktheu shikimin me një herë. Të gjitha fjalët, të gjitha ngacmimet dhe ato kafet e gjata që kishim pirë u bën shumë të qarta aty, e nuk kishim më nevojë të thoshim asgjë. Ajo se çfarë po ndodhte na bënte që të mos duronim dot më e ta mbanim të fshehtë. Eja brenda, më tha ai me një zë të ulët që mos ta dëgjonte askush. I lash gjërat që kisha në dorë mbi një tavolinë aty pranë, dola përpara tij dhe hapa derën kryesore të shtëpisë sime, e ai hyri pas meje e unë e mbylla derën. Sa po hym në korridor, drita u zbe, e shtëpia më duk si një fush futbolli, aq e gjerë, ku në mes rrinte vetëm ai. Unë qëndrova pak me tutje pranë murit, e ai filloi të hidhte hapat. Kur doli përballë meje, që më ishte ofruar plotësisht, i ngriti të dyja duart dhe me kapi lehtë nga fytyrën time. Sa e bukur që je, më tha ai, dhe me njëherë me puthi. Ishte një puthje thellë e vërtet, që bante brenda gjitha të pritje e atë dëshirë që kishim pasur për vitet e tëra. Edhe unë ja ktheva puthin me të njëjtën forcë, duke gjetur aty të gjitha të ngrohtësi që më kishte munguar prej shumë vitesh. Të gjitha mendimet tona silleshin në kokë, gjërsa ne vazhdonim që të putheshim me puthje të një pasnjëshme. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.